Zhvilluar sot ceremonia e arritjeve gjatë vitit 2025 në Universitetin Luigjë Gurakuqi në Shkodër. Ky event u organizua në shenjë falënderimi për përkushtimin dhe kontributin e studentëve gjatë këtij viti akademik. Gjatë ceremonisë, 2 studentë të rinj u nderuan me mirënjohje për arritjet dhe kontributin e tyre të veçantë, duke u bërë frymëzim për bashkëmoshatarët e tyre. Për mua, të them drejtën, do vlerësoj unë këtë ceremoni sot si më të rëndësishme që është bërë në Universitetin e Shkodrës, jo sepse po jepet një mirënjohje ndaj meje apo ndaj nesh, por për faktin sepse po përcillet një mesazh që studenti ka forcën e fjalës, ka forcën që ta bëjë një bashkim, ka forcën që ta japin një pushtet në pjesën e gjithë mesazheve që mund të përcillen edhe jashtë, jo vetëm në universitetin tonë. Është një nder i veçantë për ne që të jemi studentat të cilët neve kemi arritur këto rezultate. Rektori i Universitetit Tonin Xhura i theksoi rëndësinë e angazhimit të studentëve në zhvillimin akademik dhe shoqëror të universiteteve. Pedagog pra të departamenteve, të fakulteteve të ndryshme, drejtuesit e njësive kryesore, drejtuesit e njësive bazë që janë së bashku me ju, sepse arritjet janë të përbashkëta dhe ndërveprimi pedagog-student apo student-pedagog është garanci për sukses. Së dyti, besoj që është një risi dhe kjo fal ides dhe realizimit të drejtorisë marrëdhënie me publikun dhe studentët, drejtori e cila është e re në fakt, pjesë tashmë e strukturës tonë, ku ka patur për qëllim atë që ne kemi thënë që në krye të herës, studenti në qendër. Pra qasja me studentin në qendër është garanci për suksesin e një universiteti. Ceremonia përfundoi me një atmosferë festive dhe urime për të gjithë të vlerësuarit, duke shprehur falënderimin e komunitetit akademik për angazhimin dhe sukseset e tyre.